Mos e të jetë kaotike, dinamike, sot, nesër, del për rrethi ka pak, del për rrethi ka pak. E kujtoj ato që Allah thason të kujrë, fa ejne të dhebun, ka e njësë sot, del pak e mëna, ka përshkan, kujt pja bën argatin, për ka për lodhësh, për ka për mërzitësh, për ka për brengosësh, ku jam brengat e tua, për çka, a ja vlen, as ja vlen, që ka që? E ka thonë Jahja ibn Muadh, nga djetarë të ashëm ka thonë, njerëzit me pas frikë xhehenemin, që kanë frikë fukarllëkun, në Firdevs shkojnë apo. Mja pas gale njerëz ahiretit, që kanë gale dunjas, po ku këshin njëzë njërë? Po ti për kënë i kriju ti? Për këto apër ati e kriju? Ti e ki Zotin tënë Allah në gjellë e vala, 700 fesht pagun, nderojnë me laqet, apo gjeneti për të pratë. Ku është ambicia, ku është vullneti, ku është motive? Ajde, më zërë, kladh. Ama fatkesisht, jo me në lodhë i badeti, me në lodhë mësimi, ilmi, ja. Në ka lodhë dunjoja, brenga dunjoja në ka lodhë. Mërzite pa kuptim ta, mungese e kauzës njetë, rënë njëri zdim pësër nëna, për shamu. Ska qëllim njetë me bo kur gjë, zdi që ako ma realizu, që ka synën të njetën tonë, Allah? Që ka synën me bo, për? Pa ne kër i pyjtë njerës, për shamu që shtot, që ka synën njetë? E që ka me synu hoqë? Sanë, me që shtu rrëm. Që ka me synu, Allah? Syna me përmirësu në sanë. Syna me një mu dikon që po përmirëson të qka. Gjithu dikon e vërë. Kapu dikon, bë të qka. Ladhu që gjumin halal të kesh. Ladhu që bukun halal të kesh. Ladhu edhe në punë, në angazhime, me djersën tonë, me mundin tonë, por gjitha duke kërnu me takimin me Allahun te barekuta.